Në një rajon ku plaka e popullsisë dhe varfëria ecin krah për krah, të moshuarit në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëri përballen me pensione minimale dhe mungesë për kujdesje. Ky dokumentar sjell zërin e atyre që dikur ndërtuan këtë shoqëri, por sot ndihen të harruar. Këtu jemi në Bulqiz, tek një qendër e thjeshtë për të moshuarit e qytetit, e ndërtuar vetëm 2 vitet e fundit. Në të janë vetëm disa tavolina ku mund të luhet domino ose letra, por përveç kësaj nuk ka asnjë shërbim tjetër, as aktivitete organizuese, as ndihmë sociale apo kontrolle shëndetësore. Bulqiza është njëra ndër zonat mineralmbajtëse më të mëdha në Evropë, ku shumica e pensionistëve kanë kaluar jetën duke punuar në minerat e kromit. Ata rrëfejnë me mori se pensionet që marrin janë aq të pakta sa nuk u mjaftojnë as për nevojat më elementare të jetesës, ndërkohë që shumë vazhdojnë të vuajnë nga sëmundje profesionale të fituara gjatë viteve në minjera. Personalisht kom 24 vjet minjer. Kom dalë pension, se ato sigurimit i kanë majtë ato. Kom dalë pension, ka dalë pension i bazë, në pidhim 204.000 lek. I thonë 24 vjet, e në 10.000 lek në vit, nuk më ka dhënë më siguracion. Unë qef, sa mund të unë, më vetë 220 lek, 20.000 bëni leqët. Që kom pas paralizën, që eci me shkopësën. Së në gëritë anajtë, që ishtë haun. Dhe kur jam bërë operim, 1.400.000 kom dhënë dërë, nuk më bërë operim, po si pa paret. Të shafë të lek të ataj, më bërë një operimin. Ta një vizit që kështë ataj, për zemër, koronaren, me 165.000 lek. Një vizit. 224.000 lek. Qatë. Unë një jakë, në qatë ka dalë. E ca videk, ne e ca videk të aka. Unë gjë dhe dhe. Edhe pse ligji u lejon minatorëve të dalin në pension në moshën 55 vjeçare, shumë zgjedhin të vazhdojnë punën, një vendim i detyruar, pasi pensioni minatorëve është i vogël për të përballuar koston gjithnjë në rritje të jetesës. Në këta shpinë pension, do tjetë në një atë, në një atë, në ka për të të shpinë. Qëria të dhe të stakë të s'ka për ne. A zjedhet, inshallah, inshallah hiqen këta të lashet e shtetit këti, edhe dhe venet dhe është në për pensionistët. Në Shqipëri janë rreth 720.000 pensionistë që përfaqësojnë afro 25% të popullsisë, një nga raportet më të larta në Evropë për shkak të plakës së shpejtë dhe emigracionit të rinjve. Pensioni minimal është afro 15.000 lek në muaj, ose rreth 150 euro, ndërsa mesatarja 250 deri në 350 euro. Në Shqipëri pensionistët kanë marrë bonuse në periudha të caktuara, kryesisht në fund vit, si dhe afër zgjedhjeve. Këto janë konsideruar si biskota elektorale që nuk kanë asnjë ndikim në kushtet e jetesës së tyre. Ne po ashtu do të krijojmë pranë Bankës Shqipërisë fondin e një bonusi të dytë. Ky bonus i dytë do të jetë bonusi i pranverës, i cili do të ndikojë më tej në rritjen e të ardhurave vjetore të pensionistëve dhe do të jepet në hyrje të çdo pranvere, duke ndarë për të gjithë pensionistët një shumë të përftuar nga rritja e ekonomisë dhe përjedhoj edhe të ardhurave të shtetit në vitin paraardhës. Vetëm me këto 2 bonuse vjetore, plus indeksimin automatik vjetor të pensioneve, në raport me rritjen e çmimeve, pensionistët tanë do të mund ta prekin me një herë kuptimin e shifrave të rritjes shëmbullore ekonomike të Shqipërisë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Po si të pas respekt të gjejnë të rap 100.000 lek, hoba më njerë. E 100.000 rave në mos e kamo. Që e bëra të bëdhopë? Me smunjë që kam, e në të bëj jetën një që të ka dhe jëta mi shërdi, të ka dhe me buk, nër 500.000 lek jo, se mund të që njëzë, si jo me paralizë. Mitë punën për familjen e vetë. Mitë kanë fëmijët e vetë, ata me kanë punën si ozët, ata nuk u del për shpajnë pashpajën me qira. Në Maqedoninë e Veriut, për vitin 2024, ishin të regjistruar afro 360.000 pensionistë, ku shumica janë me pension pleqërie, ndërsa pjesa tjetër përfshin pensionet e invalidëve dhe ato familjare.
pensioni më i ulët në shoqatën tonë është prej 15.250 euro deri mesatarja 18.000 dhe më naltë kemi 500 euro ose 300.000 dhe ka edhe shumë pak që marrin afër 35-40.000 dinar. S'ka mundësi të bjen edhe mendoj barnat që është i sëmurë pensionisti edhe ushqimin që ta blen të mbëlon shpenzimet mujore nuk i dalin ati. Prandaj duhet ne kemi formuar një farë ashtu komisioni që të apim atyme pensionistëve një pakicë të mjeteve që ta kalojnë mujin ato pensionistë. Në Maqedoninë e Veriut, pensionistët janë të organizuar kryesisht nëpërmjet dy organizatave kryesore, Unionit të Pensionistëve si dhe Lidhjes së Pensionistëve, por edhe nëpërmjet shoqatave lokale në qytete. Këto organizata synojnë advokimin për të drejtat e pensionistëve përmes protestash, lobimit dhe dialogut me qeverinë, por edhe shumë aktivitete të tjera me karakter kulturor. Si shoqatë kemi bashkëpunim përveç se pushteti vendor, kemi edhe me Kryqin e Kuq, kemi me organizatat tjera jo qeveritare dhe mirë po kur kemi nevojë paraqitemi edhe te pushteti dhe vendor dhe kemi bashkëpunim të mjaftueshëm. Gjithë ato të ceki kemi aktivitetet në sport dhe lojra sportive quhet ajo, edhe aktivitetet të muzikës dhe lojrave muzikës janë. Në bazë të programit që shoqata përcaktohet se cili qytet do ta banë, në këto di aktivitete të veçanta marrin pjesë çdo vit. Interesi i këtyre pensionistëve, edhe pse janë në një moshë më të lartë mbi 64 vjet, përsëri kanë interesim edhe dëshirojnë që të marrin pjesë në këto aktivitete, duke marrë këto dy lloj aktivitete. Veç një tjetër, mirë po, sikur e shoh pjesa tonë e kësaj rubrikës tonë veriore të Madnis ka një interesim më tepër edhe numri i pensionistëve, edhe pse është numri i madh, edhe në ana financiare, edhe në të tjera, duke marrë edhe organizimit që jemi pak më të përgatitur për anët atje. Kryesisht të them, një pjesë më e madhe e pensionistëve, edhe se kanë pension në këtë qytet, marrin, mirë po një pjesë më e madhe janë në migrim, jashtë Dibrës, duke marrë në pjesën ku i kanë fëmijët e veta, edhe në shumicën e kohës atje e kalojnë, por një pjesë të kësaj kohe vinë edhe në Dibër. Në qytetin e Dibrës në Maqedoninë e Veriut, mungesa një azili për të moshuarit e vetmuar dhe pas tre është një shqetësim i vazhdueshëm. Rritja e numrit të kësaj kategorie, e nxitur edhe nga largimi të rinjve dhe plaka e popullsisë, e bën të domosdoshme ngritjen një strehe të sigurt dhe dinjitoze. Këta të moshuar shpesh gjenden në kushte të vështira jetese. Ki problem në Dibër është mjaft i hapur, kupton, i zmadhu. Nuk ka objekte të veçanta si ku pensionisti është me burë, gru jenë në një vend edhe nuk kanë fëmijë. Fëmijët i kanë në gurbet. Mirë po, për të arritë kjo, për të vendosur më mirë pensionisti, për të kalu të moshën e vjetër, duhet të ketë një objekt të veçantë ku ai me pensionin e vet ta paguën, krejt pensionin ta çon në atë objekt që të ketë shërbimet e veta, për fletje, për ngranje, për çdo gjë. Mirë po, është e nevojshme ajo të bëhet edhe ajo objekt. Personalisht, që si pensionist, kam dëshirë që të jetë rinie këtu. Të ekziston rinia, të jetë rregulluar, të jetë punësuar, të kenë gjendjen ekonomike më të mirë, që të më ketë mundësi të mos migrohen në pjesët duke marrë në Europë, duke marrë edhe dihet se Dibra pjesa më e madhe është në Amerikë. Emigrimi më i madh para 1900 që ka pas në Dibra, po edhe tash kohës fundit largohen në migrim të shkuar në pjesën e Europës dhe në Amerikë.